Lufta e primadonës në Parlamentin Shqiptar sigurisht është fituar tashmë nga Elisa Spiropali, e cila më së fundmi u lirua nga zgjedhja e Belindës. Pasunikja e quante ajo dikur, në kohët e mia, që do të na pastroj edhe partinë, me sa duket fshesa e mori me vete. Por do t'ja kaloj paq. E rëndësishme është që spaku bën sikur punon. Beli bën sikur është arrestuar, opozita i kthen kurizin ndërkohë që do t'i vëj gjoksin, parat e vjedhura nuk kthehen pas, mediat kanë ushqimin e tyre të natës e do merren me mesazhet e lloshit pa lloshit të Grekut të hekurit se kush i vodhi dhe si u vodhën këto miliona që nuk kthehen më pas. Tek e fundit, përse jemi këtu? Thjesht flasim dhe asgjë nuk ndryshon. Ata përsëri vrapojnë. Të gjithë unison mbajnë njëri tjetrin në lojë. Në lojën e tyre të ndyrë, duke shkatruar përfundimisht ardhmërinë e Shqipërisë tonë.